Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadithin cilin do ta trajtojmë sot e transmeton Ebu Hurajra radiallahu ta'ala an, i cili thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Men salla minkum bin nasi falyukhaffif fa inna wara'ahu al-kabira wad-da'ifa wa dhal haja. Wa men salla bi nafsihi falyutawwil ma sha." Çto përfundon hadithi, kuptimi i tij është: kushdo prej juve që bëhet imam në namaz, pra ju udhëheq njerëzit në namaz, duhet ta falë namazin pa e zgjat, për shkak se mas vetës ka të moshuar, ka të smut, edhe ka njerëz që janë zor, kanë ndonjë punë e cila i bën ata me kon në zor. Ndërsa kush falet vetëm, le ta zgjat namazin sa të doj. Kjo është një rregull i thjesht në formulim e i rëndësishëm në praktik, i cili vlen për ata që u pri njerëzve në namaz. Pra, këtë hadith ishtë dashur ndoshta ju me ma tregu mu, po është hadith që realisht na hyn punë edhe ndonjëherë kur falemi të shtëpia ose në rrugë ose kudo, që e dim se besimtarët e kanë obligim kur falen bashkë me u falë me xhamat edhe me imam. E kena përmenë para disa javëve ato të aty në djemëve të ri që kanë nejtë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ju ka thonë: shkoni të shtëpia tash, se keni mësu ballë, kur të vi koha e namazit, njoni për juve le ta thirr ezanin, ndërsa më i madhi për juve le dal imam. Pra të gjitha argumentet janë që besimtarët duhet të falen bashkë, duhet të falen në xhamat. Po për te i kësaj, porosia e këtij hadithin mes tjera është edhe te fakti se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çdo gjë, edhe në ibadet, ka qit standarde, ka qit rregulla. E rregulli nashta kryesor që do të ishte fryma e ibadetit edhe fryma e mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është lehtësimi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe vet e ka praktikuar lehtësimin edhe i ka porosit tjerët që në punët e përbashkëta, në punët kolektive, në standardin shoqëror të jenë të lehtë, asisoj që ai standard tjetë i pranueshëm, i kapshëm edhe i aplikueshëm për të gjithë. E kemi përmend edhe e keni dëgjuar ju se pejgamberi alayhis salatu wasalam ndonjëherë ka thonë: po hyn namaz me qëllim me e zgjat namazin, por po e dëgjoj dikun një zot fëmijës duke çajt, e po e shkurtoj namazin nga frika se mos nona e atij fëmijë është duke u falë në xhamat me neve, edhe mos të zopeng tash xhamatin une për punët e tyne që kanë. Ky shkurtimi ose zgjatja e namazit është megjithatë e ka prap një kornizë të mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të e pas parasysh se shkurtimi nuk bëhet sipas qefit as të imamit as të xhamatit, po bëhet sipas një rregulli, ashtu që i ka dy aplikime. Aplikimi i përgjithshëm që të mos bëhet praktik me u stërzgjat namazin në xhamat për shkak të dallimeve të njerëzve, edhe në shëndet, edhe në moshë, po edhe në angazhimet që kanë. Dikush ka kohë ma gjatë, dikush ma shkurt, por nuk bëhet namazi shkurt krejt shkele shka. Edhe e dyta, shkurtimi ose lehtësimi i dytë i namazit është në rast nevoje, paraqitet një nevojë duke qenë namaz, atëherë edhe aty shkurtohet namazi edhe ma tepër nëse ka nevojë, është fjala falet më shpejt, por jo duke e te i kalu shpejtësinë e lejume. Cila është shpejtësia e lejume në namaz? Shpejtësia e lejume në namaz është që të gjitha pjesët e namazit me u kry çysh duhet. Nëse dikush të këshyrë duke u falë, me ditë se i duke u falë, qëndrimin kam me konë mirë edhe me marifet, shkumja në ruku me konë me lëvizjet ngadalshme, jo të shpejt, sikur me konë të njek dikosh, qëndrimin në ruku prap do të me konë derisa të qetësohet se cila pjesë e trupit, ngritja prej rukus prap, me u ngrit prej rukuje, me u ndalë, jo me shkumin herë në sejdë, qashtu në sejdë, qashtu në mes dy sejdëve, do më thonë që kjo është shpejtësia e lejume, ma shpejt se kaq nuk banë. Për arsye se kështu i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij personet i cili duke qenë pejgamberi alayhis salam me sahabe në xhami,
ka ardhur një njeri, selam aleikum, aleikum selam, ka shku një çash atje o fal. Kur o fal, o kthy te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thon pejgamberi alayhi salatu wasallam, shko falu edhe një herë se su fale. Edhe ai I çuditon, shkan falet edhe një herë, kthehet prap. I thot shko edhe një herë, falu se su fale. Mas herës tretë I thot prap çështo. Atëherë thot ja Rasulullah, vallahi mësam ku po gaboj se s'di ma mirë. E I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur thyesh namaz qetësoho. Qetësoho, pushon namaz. Namazi nuk është me e falë me nxitim. Rrin kom qysh dohet, këndo atë çka do të me këndu, kur shkësh në ruku, prap qetësohu, le të qetësohet se cila pjesë e trupit. Pastaj duke u ngrit prej rukus, qetësohu në kom. Pastaj shkon sejdë, qetësohu edhe në sejdë. Kur të ngritesh prej sejdës të parë, qetësohu prap ulën qysh dohet, pastaj bëje qetë edhe sejdën e dytë, pastaj ngritu në rekatin e dytë edhe vazhdo kështu në tërë namazin tanë. Kështu e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhëzimin në këtë hadith, edhe hadithi e ka marrë një titull, thot hadithi atij që s'ka ditë mu fal, e që e ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që gjanat me I bë thjesht, po me I bë mirë, jo me I bë thjesht e shpejt e me I bë keq. Për gjatësinë e namazit ka ardhur edhe një hadith tjetër që lidhet me këtë temë, thot Muadhi radiallahu anhu falej me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e falte Yacin, e pastaj shkonte në mahall të vet se e ka pas shtëpinë larg. E xhamati atje e prisnin për m'ja u falë edhe një herë aty në Yacin. Edhe Muadhi ja u falte Yacin edhe një herë aty në. Në një ka disa transmetime këto, atëherë çysh me e fal njëri namazin 2 herë, se nuk bën farzin me e fal 2 herë pa arsye. Kanë thonë namazi I parë që e ka fal Muadhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka la borxhin, e ka kry farzin. Namazi I dytë që u ka fal aty në akrabave të vet, në laxhen e vet atje, thot ka qenë namaz nafile për Muadhin, po farz për ata, se ata se kanë fal hala, e Muadhin e kanë prit si duket në fillim në atë kohë kur s'ka pas shumë njerëz të dishëm që kanë ditë me dal imam. Edhe njëri I mahallës aty, qashtu me ata që po presin me ardhë Muadhi me ja u fal, a I veç e ka lidh devën që aty te u konë të bajt uj, e ka lidh devën që aty te I veni ku janë falë ata, edhe u lidh namaz mas Muadhit, namaz të Yacis. Kur u lidh namaz, ka fillu Muadhi me u falë Yacin, ka fillu me këndu surën Bekara. Surja Bekara I ka 49 faqe, me e lexu shpejt pa 30-35 minuta shans nuk ka. Mos flasim mo që këndohet namaz, bo aki merr një sahat. Edhe kur e ka pa ky burri që ky pes gjatë shumë, çka ka bë, që shokon namaz, veç ka marrë tekbir, u shku në ruku, u çupe I rukus, u shku në sejdë, a imami të kënu hala. I ka bë 2 sejdë, u çun kome, ka falë rekatin e dytë, edhe 2 sejdë ulën te shehut, ka dhënë selam edhe ka hec. Edhe kur ka hec, Muadhi, kur e ka kry namazin, thot, kush lëvizi? Thanë, valla filani. Tha, ai tha koka munafik. Ai koka munafik. Edhe I thojnë dikush që vëna I vllai vetja na ja kraba, thanë, valla Muadhi tha ç'është për ty. Apo, qohet ai shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thot, ja Rasulullah, kështu është puna. Thot, në të lagjën tonë aty e presu Muadhin me ardhë me na e falë namazin. Ai edhe pse po falet të ti, dhe I po vjen atje, bajegi po na vonohet neve Yacia e para. E dyta, na me pas mundësi edhe kohë, na vim falum mas te, ma mirë se mas Muadhit, po I kem punë tona, po I kem bojqësin tonë, po kem me bajt ujë, po kem me këqyrë bagtine, kështu me radhë, po lodhëm të ditën e lume, e prom Muadhin e ka falë Yacin, ka fillun surën Bekara, thot unë s'kom mujt me qëndru, e kom plotësu namazin tem edhe kom hec. Thot Muadhi kish thonë për mu që jam munafik. Wallahi ja Rasulullah, nuk jam munafik. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thirr Muadhin. Edhe kur e thirr Muadhin, nuk I bën pyetje, parathanie, kësi muhabete të buta, po I drejtohet me fjalë shumë të ashpra pejgamberi alayhi salatu wasallam Muadhit, duke I thonë 3 herë, e fettanun ente ja Muadh. A fitnegjijeti o Muadh? A fitnegjijeti o Muadh? 3 herë ja përsërit këtë fjalë. Qëllimi çka është?
Qëllimi është qysh ti qëtë njerëzit në sprov, ti mund është me qëndru se je djali i ri e kënon surën Bekare ose ki gajle, po mas te je falet plaku, mas te je falet i smuti, mas te je falet ai i cili e ka ngarku devën me ujë, ka me qute shtëpia mi u dhon ujë familjarve, ose mi u dhon ujë baktive, ose kështu me radhë, e ti s'mun është njerëzit me i majtë peng me namazin, andaj kur t'ju prish njerëzve, lehtësoja u namazin, e kur t'falesh vetë zgjate sa t'dush. Pra porosia kryesore, përveç asaj praktike që namazin me rregullu, edhe me gjatësi, edhe me qetësi, edhe me tonat mirat, po porosia e kësaj është që njeriu në asnjëherë nuk do të me insistu me kriju një standard të përgjithshëm, të cilin s'munën me apliku të tonë. Do të me kriju një standard i cili është i kapshëm për të tonë, ose të paktën për shumicën, në mënyrë që askënd mos me e qitë në sprovë. Mos me ardhe hesapi me thonë dikosh, jo vëlla unë smuj kështu, po falna vetëm që ati në qysh, ose po falna në shtëpi, ose kështu me radhë. Ka që saj për këtë këti hadithi, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.